Kemi në ushqimin e sigurt prioritet kombëtar, së është ushqimi i përditshëm. Është ajo dieta që thamë. E kemi prioritet. Qa kemi, sa vedrë kemi sot, sa policë kemi sot? Po në e kërkoj Europa. Cili shtet në botë të lutem ka prioritet sigurie ushqimore? Europa. Absolutisht jo, absolutisht mashtrim. Europa tjetër mashtrim. Dogmat. Standardi më të lartë global, sipas ka tolerancat më të ulta. Standardi më të lartë se këtu. Çfarë quhet standard një herë se edhe këtu edhe kush e ka vendosur. Ai qumshja sa i lopi që ju thatë atje. E dini që në rast se do të vendosin etiket nivelin hormonal në qumsht hormonal, ai nuk do të shitet kurrë. Keni lexuar në një etiket qumshi? Hormonet e lopës, po thua? Ken qumsh, hormonet janë qumsh, leret lopës leret lopës e demit, tjetër gjë. Po, hormonet në qumsht. Pse nuk janë etiket? Mund ma thot kush? Po pse duhet ishte etiket? Sepse është shumë e rëndësishme. Sepse lopa në momenti që ngelet shtatzën nuk duhet merret qumshti. Në Spanjë. Një sekond të lutem se është shumë e rëndësishme. E kuptoni? Sepse niveli i estrogjenit shtohet të paktën 3 fish. Nuk merret qumshin atë. Çis merret atë direkt të lënë shtatzën pa lindur akoma. Jeni në rregull apo jo? Sepse nuk u intereson fare. Më falni, njihni fshatin? Unë e njoh mirë. Po unë fshatar jam edhe nuk e njoh. Edhe të mesme kam marrë bujqësore dhe di shumë mirë. E ndërpresin shishin e... Tani të lutem, tani se po flasim në rregullat të vendosur